Që e dini, javën e kalume ka ndodhur një prej zhvillimeve më të rëndësishme në drejtimin krejtësisht gabuar sipas leximit ton politik. Ajo është kapja e Këshillit Prokurorial nga lëvizja vetëvendosje. Sa herë që e dëgjoni një zyrtar të vetëvendosjes apo ai që është në pushtet nga vetëvendosja, duke e uru një proces në sektor të pavarur të kësaj shoqërie apo shteti, aty është e qartë sepse lëvizja vetëvendosje e ka kapur atë. Ju e dini si çdo zhvillim në Këshillin Prokurorial të Kosovës është sulmuar nga ministra, nga kryeministri, nga presidentja, nga kryetari i kuvendit në vazhdimsi. Hera e parë dhe vetëm që e mbështeten ishte zgjedhja e kryetarit të ri të Këshillit apo kryesuesit të ri të Këshillit Prokurorial. Pse është i rëndësishëm ky vendim? Këshilli Prokurorial i ka dy elemente thelbësore, të cilat janë të dëshiruar të kontrollohen nga vetëvendosja. E para e organizon procesin e zgjedhjes së kryeprokurorit. Siç edhe e dini që 4 vite Kosova është pa kryeprokuror për herë të parë në historinë e tyre këtij institucioni, për shkak se kryeministri Albin Kurti ka dalë në kuvendin e Kosovës dhe ka deklaruar publikisht që nuk do të zgjedhet personi i cili është rekrutuar gjatë një procesi në Këshillin Prokurorial. Pra, nuk është refuzuar në mënyrë demokratike, procedurale, por është refuzuar politikisht